Shko, askush nuk shqiptarët nuk janë budallënj, treguan dhe me votë. Nuk mundet që ne gabime teknike dhe gabime njerëzore t'i përkthejmë në kontestime masive vote. Sepse njerëz po e bëjnë këtë proces, ama unë shoh edhe këtu në Parkun Olimpik që opozita ka vëzhguesit e vet dhe ka mundësinë që të kontestoj çdo votë të vetme. Jo më kuti votimi edhe sasi zarfesh. Ka mundësinë që të kontestoj çdo votë të vetme. Dhe denoncimet në media në të cilat ti e di mirë që me mediat ku unë kam qenë pjesë, kam edhe një farë kontestimi tim personal, në të cilat thjesht merret bruto një kontestim dhe plaset, nuk është kjo zgjidhja. Janë institucionet të cilat kanë vepruar në mënyrë korekte dhe që do të veprojnë në mënyrë korekte. Në çastin që ne kemi mundësinë që të kontestojmë një votë të vetme, këtu në Parkun Olimpik, sikurse në çdo KZAZ ku numërua, dhe nuk ka pasur kontestime të këtij lloji, po merremi me gabime teknike, të cilat shqiptarët nuk janë budallënj që të mos e bëjnë diferencën mes gabimit teknik dhe problematikës reale, atëherë kjo tregon qartë që është ai skenari i përhershëm. Kush nuk e dinte që direkt pas zgjedhjeve humbsi do të dilte dhe do thoshte që u manipuluan votat njëri tjetër. Kush nuk e dinte? Çdo shqiptar e dinte. Është një refren i tranzicionit i cili duhet marrë fund sepse tashmë Shqipëria është një vend tërësisht demokratik, është një vend i cili aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian, është një vend i cili e ka derën gjysmë të hapur dhe ne duhet ta hapim tërësisht për të hyrë dhe duhet përfundojmë këto lojra politike të cilat ju ka dalë boja në mënyrë që të jetojmë në një vend ku ne dhe fëmijët tanë të kenë mundësi të jetojnë tërësisht të qetë edhe me prosperitet.